Përshëndetje të nderuar ndjekës, përshëndetje të dashur miq të kanalit Monitor TV, ja ku takohemi sërish së bashku për të ndarë me ju ngjarjet dhe momentet më interesante që po ndodhin në shtëpi. Çuditërisht, Gjesti po ndihet shumë keq dhe po ndihet tepër i nënvlerësuar dhe shumë i vetëm. Nuk mbaroi aty momenti teksa I poqante tek sauna, domethënë që ishte shumë i mërzitur edhe shumë I trishtuar dhe nëpërmjet lotëve mundoi që të ngushëllon veten e tij. Askush nuk I qëndroi pranë, askush nuk shkoi pranë tij, por Gjesti gjatë natës së mbrëmshme, edhe pse ishte shumë I mërzitur, nga krevati I tij ku flen, u munduaj që të dhuron ambient dhe I thonte Valbonës natën e mirë dhe të dua. Në fakt ja hudhte fjalët Eglit dhe Egli po qeshte, po argëtoheshte me Gjestin, por në një moment që nuk I del përpara. Gjesti siç duket ironizimin e Eglit që ka vendosur ta përdor brenda në shtëpinë e Big Brotherit nuk e përballon dot, edhe gjatë natës së vonat, domethënë gjatë orëve të vona, më falni, të natës, Gjesti ka dalur dhe ka fjetur në tokë në shtëpinë e Big Brotherit pas kolltukut të kuq. Sot Jozi çuditërisht është habitur kur e pa në dhomë, shkoi pranë tij dhe me batuta, me pak humor u mundua që ta zgjonte Gjestin, edhe I tha që mos fle këtu, tha se do ftohesh, ta do smuresh. Gjesti siç duket nuk e përballon në asnjë mënyrën se si Egli po e injoron Gjestin dhe në asnjë pikë nuk bie dakord që të bisedon me të. Gjatë një bisede që Gjesti ka patur me Kellin këtyre ditëve, I ka thënë që unë nuk po e pengoj Eglin, unë e kam lënë që ajo të merr veten e saj të kënaqet edhe të argëtohet, po më befason se si ajo është rikthyer, por një njeri I cili vërtet të do vjen edhe ulet edhe sqarohet me ty, nuk e kam vrarë, ja kam thënë gjërat që në fillim që nuk e dua, as nuk dua ta përdor, as një gjë tjetër, atëherë le të vijë të sqarohet se çfarë ajo ka parë jashtë, si ajo I ka parë gjërat dhe jo të merr informacione nga jashtë edhe të kthehet në shtëpi për qëllimet të saj, të cilat janë çuditërisht domethënë çuditërisht janë çnjerëzore. Do Gjesti po lëndohet me këtë gjë, Gjesti po mërzitet me këtë gjë, edhe për këtë gjë Gjesti mbrëm ka dënuar veten e tij, ka fjetur në dhomën e ndenjës, por jo në divan, në tokë. Domethënë ky djalë është shumë I mërzitur, është shumë I stresuar dhe shpresoj që sonte produksionit mendoj për të duke sjellë një surprizë të bukur që do ta surprizonte Gjestin me momente fantastike.